pak më gjatë, duhet kemi pak më shumë hapësirë. Prandaj e keni edhe 1 minutë plus. Problemi që ndron do të ishte mirë që të flasim për programin tonë edhe interesimin tonë faktikisht për kapacitetet e sigurisë në këtë rast policisë Kosovës. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës është e përkushtuar që të ngrisë mirëqenien e policit. Jemi shumë krenar me atë që kemi arritur deri tani, po pa diskutim duhet i shohim faktikisht edhe mangësitë që janë në institucionin e policisë Kosovës, dhe unë jam shumë i bindur që ne duhet mendojmë seriozisht për mirëqenien e policëve. Për herë të parë na ka ndodhur dhe nuk shihet shumë shpesh që policët tanë dalin të protestojnë. Nuk e ndal për shefit ata. Dhe për fat mirë, gjithë ne kemi miq shumë të mirë brenda policisë Kosovës dhe kemi dëshirë të shohim sa mirë. Po duhet përkushtohemi dhe të punojmë faktikisht për mirëqenien e tyre. Nuk janë të trajtuar faktikisht me rrezikshmërinë që e kanë, nuk janë të pajisur me nevojat faktikisht për realizimin e operacioneve dhe detyrave që i kanë në teren, dhe pa diskutim duhet ta kemi në mendje. Sigurimi shëndetësor për ushtarët dhe policë është një ndër kërkesat kryesore që duhet faktikisht ta kemi në mendje për aspektin e mirëqenies tyre ose thjesht me rrezikshmërinë që ballafaqohen. Sot ne thjesht kemi policë që gjumtohen, kemi policë që kanë shqetësime të mëdha serioze, kemi ushtarë që kryejnë operacione reale në përditshmëri dhe kjo duhet jetë obligim për të gjithë. Unë mendoj që duhet ta kemi theksin këtu. Te aspekti zinxhirit komandues. Mendoj një gjë, gjithë ne e dimë. Politika nuk duhet faktikisht merret me aspektin e urdhrave ose thjesht ndikimit në operacione reale. Dhe kjo mendoj që është interesim që duhet të arrijmë, por duhet të përkushtohemi secili për neve detyrat që i kemi. Polici dhe ushtari kanë zinxhir komandues dhe kanë komandant ose drejtor që duhet faktikisht të mbikëqyrin në detyrat e tyre të përditshme. Kjo na mbron neve faktikisht që t'i lejojmë ata që të kryejnë detyrat e veta, po mbi të gjitha problemi që ndron ne jemi këtu që kemi një background faktikisht të uniformës, po shumica thjesht mund të jenë që nuk e njohin detyrën e policisë ose të ushtarit dhe mund t'japin detyra faktikisht ose udhëzime që mund ta rrezikojnë edhe rendin kushtetues.